Po, kjo është dëshmi e qartë e faktit, pra rezultati që ai ka marrë në vota, me rezultatin që merr në mandate, tregon qartë që ai ka marrë qyll 10 mandate. I ka marrë nga formula. Pra, ai ka marrë 53% votave. Minimalisht 8, po, ja ka siguruar sistemi. 10, i ka siguruar sistemi. Dhe ka marrë, i takoni 73 mandate, ka marrë 83 mandate. Kjo tregon qartë që ajo që ne kemi thënë për sistemin e padrejtë është e vërtetë. E dyta e vërtet e madhe lidhet me numrin e votave që ne kemi marrë. Ne kemi marrë 64.268 vota të numëruara, të cilat janë përkthyer në një mandat. Ndërkohë, Partia Socialiste në qarkun e Vlorës ka marrë 64.500 vota, pra thuajse njësoj sa ne, dhe ka marrë 9 mandate. Atëherë pyetja që unë kam është, pra, ajo që kemi bërë është që e kemi nxjerrë lakuriq sistemin tashmë. Sistemin, sepse ju që kur keni hyrë në garë dinit se si është sistemi dhe... Absolutisht, po, dhe unë ua kam thënë në atë intervistë që ne kemi hyrë për të bërë kontrastin me sistemin, sepse ndryshimi nuk është gjë e lehtë. Të ndryshosh mendsinë, zakonet, doket, sjelljet politike e me radhë të një shoqërie është gjë e vështirë. Por ajo që kemi bërë është që kontrastin po e bëjmë shumë të fortë. Pra tashmë një qytetar e ka të qartë thotë, ore si ka mundësi koalicioni Nisma Shqipëria bëhet me 64.268 vota ka marrë një mandat, ndërkohë Partia Socialiste me 64.500 vota ka marrë 9 mandate në Vlorë. Përse u dashka që vota e shqiptarëve në të gjithë Shqipërinë të jetë 9 herë më e dobët se vota e atyre që votojnë në qarkun e Vlorës? Kontrasti u pa i qartë edhe në 2021, sepse kur u shbë formula me garimet me koalicione të përbëra, u pa se si LSI-a për shembull mori 4 mandate me 100.000 vota atë. Po nuk. Diçka e tillë. Që aty brenda marzhit të votës për mandat. Po. Ndërkohë tashmë ne jemi në një disproporcion total, pra sot afro fut dhe ato që gjithsesi ju thatë që idetë tuaja nisën të imponohen. Kjo do të thotë që ka nisur të agoja i dielli i ri apo? Tani absolutisht po, sepse ne hym në një garë me 53 parti politike. Ky është fakt. Pra, nëse më pyet Adriatik, a aspiroje këtë rezultat, unë them jo. Jo, sepse ti ke thënë që do marrim edhe mbi 70 mandate. Jo, kam thënë aspirojmë. Aspirojmë, që t'jemi të qartë. Një njeri që hyn në politikë. Po, me sistemin përkatës dhe në realitet, aspirata është. Unë akoma i aspiroj. Pse? Pa absolutisht, po të që do e kisha lënë, nuk do kisha ardhur në studio. Do dilja do shaja shqiptarët, si që kanë bërë të tjerë. Do thosha këta s'bëhen andej këtej, nuk e bëra. Absolutisht përkundrazi, unë e marr këtë si një rezultat që do lexuar dhe për shkuar përpara. Dhe ajo që po them është, ne kemi hyrë në politikë për ta aspiruar. A e arritëm në këto zgjedhje? Jo. A do të arrijmë zgjedhje të tjera? Ngelet për tu parë. A do na duhen 3-4 palë zgjedhje për ta arritur? Ngelet për tu parë. Ne aspirojmë këtë, pra kemi hyrë në politikë që një ditë ta drejtojmë Shqipërinë. Për këtë kemi hyrë. Dhe kjo është drejt legjitime, se nëse unë them të kundërtën, i bie pasaj për çka kam hyrë. Kështu që kjo është një drejt legjitime për ta thënë. Pra ne në këto zgjedhje vendosëm në një target 300.000 vota. Absolutisht 300.000 vota kemi vendosur si target. A kemi marrë rezultatin që prisim? Jo. A është fakt që është rezultati më i madh i marrë ndonjëherë nga një forcere politike? Po. A është fakt që ishin 53 parti në këto zgjedhje në garë, të ndara në 11 subjekte elektorale, koalicione apo garuar së vetmi? Po. Në 53 parti politike, a është fakt që ne të treja të bëra në koalicion kemi lënë 48 pas? Kemi pas PS-n, PD-n para dhe gjithë tjerët pas? Është fakt. A ka vend për të bërë më mirë? Po. A ka vend për të gëzuar e për të shpall fest? Jo. Me që jemi të kjo e shifrave,